Trener, vështërria njët për shaj apo për legjendat futbollit? Jella. Për shaj njët pa diskutim, sepse është vendi qajt ku konsumohet shumë qaj. Besa edhe një stadion i kemi edhe qajnë aty, si lojtarët, sidomos kur është Ramazan e konsumojnë shumë. Por edhe legjenda e futbollit ka prodhu shumë, sepse si që dene me fillu që nga kohët e vjetra Ramadan Cimbili, Indieri, Bobaje, Msabi Dolko, shumë, është Besim Bantina, Besni Kollari, Isa Sadriu, kemi qenone, tash gjeneratët e reja Milot Rashica, Amerikani, shumë. Në Zabërgjën, e batën Zabërgjës e fundmi. Është vatër, për atë që krahas ekipit mu sot më dhem zemra me tonë drejtë me po shkollën e futbollit që është një gjendje jo të mirë, sepse gjëna kur një vatër apo një qytet si Vushtria që është jo qytet i madh, mos me mujt me pas kushtet apo mos me mujt me ofru disa kushte elementare për shkollën e futbollit, me të vërtetë është shumë e dhimbshme. Cili është objektivi real i skuadrës së Vushtrisë tani për tani, duke ditur edhe mënyrën e renditjes stabilare? Po ne që nga fillimi kemi tentu e para punës me bo një ekip konkurrues, por thash që sfida që kemi përballë mënyrën e ekipit na kanë zbehet në një farforme jo dëshirën, jo vullnetin, por kur ballafaqohesh me shumë probleme, normalisht është shumë e vështirë. Sepse krahas tash ekipit jemi ballafaqu tash edhe me probleme sidomos të fushës, se thash jo rastisht kur 80% kampionat luajnë në fusë sintetike dhe ti s'ke mundësi me u stërvit. Të paktën një stërvitje me bëni fusë sintetike, atëherë është shumë e vështirë, sepse e din sportistat, e din trajnerët, dhe sidomos e din futbollistat që është dallimi shumë i madh sintetik edhe fushë natyrale, edhe kjo na ka paraqitur relativisht shumë problem. Mirë po, ne kemi thonë që nga dita e parë që jemi mbledh një grup i futbollistëve, jemi mbledh një grup i njerëzve, jemi mbledh një grup i trajnerëve që dojnë me bo mirë, dojnë me rregullu e para punës me bo një ekip stabil, duke pas parasysh edhe sponsorin në gjeneral që kemi një sponsor shumë serioz, edhe e kemi rregullu infrastrukturë ligjore para punës, sepse ka qenë mos ta mizeri, infrastrukturë ligjore ka qenë shumë problematike aty, nuk është di se çka është bëu brenda ekipit. Kurse tash për tash ne me mburrje themi që ekipi Vushtrisë paguan edhe tatimet e lojtarëve të vet, gjithçka është në mënyrën e rregullt, nuk paguhet asgjë me parë dorë, gjithçka është transparente. Kjo ka qenë kërkesë e sponsorit gjeneral, pastaj edhe ne si klub kemi arritur si staf kemi arritur me bu një grup lojtarëve të mirë, lojtarëve të nashëm, pavarësisht që kemi pasur ne vështirësitë tona, sepse që në fillim shumë lojtarë na kanë refuzuar, duke pas parasysh një trajnimi jo të mirë të klubit, na refuzojnë se s'kishim besim, se në kontakte që kishim, takime që kishim, fjala e dy trajner falënderës, po nuk kam besimar aty sepse ka probleme me paga, ka probleme tjera, nuk kam besimar. Edhe me të vërtetë ka qenë shumë e dhimbshme, edhe duke referuar në ekipit tashëm që e kemi, dikon 80% në shumicë lojtarë kanë ardhur për hatër trajnerit, për hatër stafit, jo për hatër klubit, jo për hatër Vushtrisë, që për mua për shembull është kjo shumë e dhimbshme, sepse një klub me një traditë më tepër se 100 vjeçare, me ardhmë gjendje është shumë e vështirë, mirë po shpresojmë që këto probleme mirë rregulluar dhe klubi Vushtrisë me u kthy një herë përgjithmonë në rrugën e dur.